Kanë shitur lulet e mbjedha në kopshtin e shtëpisë për të blerë libra për bibliotekat e shkollave. Protagonistë janë nxënësit e shkollës nënvjeçare Beslidhja në Lezhë. Të ndihmuar nga prindrit, ata vijuan traditën edhe këtë vit duke shitur lulet dhe me paratë mbledhura kanë blerë libra. Sot ne jemi duke shitur lule, ne jemi kujdesur shumë për to. Ato kanë shumë vlera. Kur I shesim me ato, ne blejmë libra me lekët që I shesim lulet. Bjerim edhe në klasë, edhe në shtëpi. Ne gëzohemi shumë kur shesim lule. Lekët kena me I përdor për libra. Kena ne 2 vite të kujtes për to dhe I kena bjell me dorën e prindërve dhe dorën tonë. Edhe me kështu një lule, blejmë një libër edhe I lexojmë jashtë kështu verës, për pushime verore. Edhe me këto atëherë, me librin që I lexojmë, atëherë bëhemi më të ditur, edhe atëherë neve më të rritem edhe më të bëhemi më të mirë të botës. Kjo iniciativë, e cila vrijon prej 13 vitesh, është zgjeruar dhe librat që do blihen do durohen edhe për bibliotekat e shkollave të tjera. Është një iniciativë që po plot 10 vite që funksionon. Ideja është edukimi ekonomik I fëmijëve dhe nisë që në hapat e parë të tyre, njihen me elementet e ekonomisë, për të vazhduar pastaj në mënyrë duke ushtrirë në të gjitha lëndët, në të gjitha temat që I përshtaten kësaj, që ndërthuren shumë tema, si nditurin natyre, si aftësim, si vizatim, gjuhë, matematik, dhe ka marrë një emër tjetër, lule për librat. Pra nga projekt që vazhdojnë klasë parë, njën me elemente klasë 2, me elemente të tjera, në klasë 3 vazhdojnë me mbjellje lulesh, me proceset e marketingut, me shitjen, me blerje librash, për bibliotekën e shkollës, që janë blerë për bibliotekën e shkollës Beslidhja, për bibliotekën e klasës masive, dhe që tashmë kjo nismë nga që është rritur shumë, po vazhdojnë edhe me idenë që shtrihet për pasuruar dhe bibliotekat shkollave të tjera. Nga aktivitetet e viteve të shkuara janë blerë më shumë se 200 libra për fëmijë, ndërsa kjo iniciativë ka të bëjë me edukimin ekonomik, mjedisor dhe nxitjen për të lexuar.